tashmë janë pjesë e familjes dhe sigurisht një pjesë të kohës, një pjesë të mirë të ditës e kalojmë me ta. Dhe sigurisht një ndër to është edhe Ana Maria Çibuku, veterinere, e cila dhe profesionin e saj e ka të lidhur pikërisht me macet. Ana, si je? Mirë. Sot kemi dhe një mikeshe shumë të mirë, do thoja? Ajo është mikesha ime me mirë. Është mikesha jote? Është goca ime. Sa vjeç është goca? Goca është 9 vjeç, bën 10 tani në maj, 23 maj e ka ditëlindjen. Sa e lidhur je me të? Nuk, sinqerisht nuk kam fjalë, do me thënë njerëzit i fus në një kategori tjetër që i rendis nga më i rëndësishmi, te më pak i rëndësishmi, kurse kafshët, sidomos macet, nuk i krahasojmë asgjë. Janë në vendin e parë, kanë vendin e tyre, më vete. Nina nuk është e vetmja në... Jo. E vetmja fëmijë në jetën tënde. Nuk është fëmijë vetëm. Jo. Ti ke një macet tjetër, Lilin. Të dyja janë rescue, i kam marrë, do me thënë Ninën e kam marrë nga fshati, kurse edhe Lilin, këtë Lilin, se kam pasur dhe një Lili tjetër më përpare që e kam marrë nga rruga, po gjithmonë kur adoptoj macet dhe i fus si bëj pjesë të familjes, e kam si detyrë të brendshme që t'i shpëtoj nga një situatë e keqe. Sa e lidhur je me to? Sa kohë shpenzon në ditë, duke qenë se ti je edhe në punë praktikisht? Po, unë... Sa të mungojnë gjatë ditës? Me sen të drejtën, pjesa me madhe ditës, si se edhe vetë në na kalon në punë, tetor, unë mundohem që nga e që të zë ajo si pengu i prindit, kur i le vetëm në shtëpi. Po, meraku. Jam munduar që t'ju krijoj kushtet më optimale të mundshme në shtëpi, duke i inkorporuar kamera, feeder automatik, që ti mund t'i shoh gjatë ditës, po në të njëjtën kohë nga që jemi familje e madhe dhe dikush hyn del gjatë gjithë kohës në shtëpi. Edhe për pjesën e ushqimit. Po, nuk mundohem gjithmonë që mos t'i le të pa supervizuar në asnjë moment, edhe kur nuk jam unë. Dashuria për kafshët ty të ka lindur që fëmijë, që kishin e vogël. Sa vjeç ke qenë? Dhe pasat macën e parë? Kur e ke parasysh kur fillon me logjikon për herë të parë në jetën tënde, atëre, 3 vjeç, kur kujtimet e mia të para i kam me kafshë, sidomos me macë, që kam marrë macën time të parë. Duke u rritur, ndoshta të lindi dhe kjo dëshira për të nisur dhe pastaj profesionin e veterineres, ndoshta për të kujdesur më shumë për macet. Dhe se nga kjo të ka lindur? Po, ka lindur shumë organikisht, sepse kafshën time të parë shtëpiake nuk e kam pasur maca, me thënë drejt me kam pasur peshk. Dhe ajo afërsia me kafshën dhe që t'i shpreha dashurin edhe fizikisht më ka lindur atëre sepse e ndjeja sikur nuk po i kushtoj shumë dashuri peshkut, pa e prekur, pa e përqafuar. Kemi adoptuar macën e parë kur kam qenë e vogël 3 vjeçe, ma ka bërë mami dhurat për ditëlindje. Edhe... Dhurata më e bukur, besoj. E jetës time. Edhe e kam mendër me zi pres që t'kem ndonë fëmijët e mi t'ua bëj këtë dhuratën. Edhe nga dashuria aq e madhe që kam patur për t'i shërbyer, për të qenë unë gjithçka për kujdesjen në çdo lloj aspekti, jo vetëm për macën time, po dhe për gjithë kafshët, se janë pasioni më i madh i jetës time, dashuria më e madhe, i kam kushtuar praktikisht jetën duke studiuar dhe duke vazhduar për të studiuar për to. Ke pasur ndonjë rast që ndoshta ndonjëherë ke parë ndonjë macë që nuk është në gjendjen shumë të mirë shëndetësore, e ke marrë, e ke ndihmuar? Po, ka qenë Lili para kësaj Lilit që kam tani. Kam folur dhe më përpara për Lilin e parë që kam patur, atë e kam gjetur poshtë pallatit nga ajo që më ka dalë nami në lagje që unë merrem me këtë gjë dhe mi sillnin edhe te dera, thjesht mi linin aty edhe që ti përkujdesja ti sillja në vete, po kjo ishte shumë e pa trajtuar, ishte gati duke ngordhur, e poshtë sa lindur. E kam mjekuar, e kam sjell në vete, isha studente në atë kohë vit 4 në Universitet për Mjekësi Veterinare, si me them kam bërë praktik me Lilin, Zoti ma fali, Rita, kam pasur me të vërtet, ajo ka pësuar një Lili. Po, e mbajta, kam mbajtur 4 vjetë. U rritu, be madhe, kemi patur një lidhje të jashtëzakonshme bashkë,